për ata të cilët tashmë po bëhen gati që t'i veshin ihramat, sepse sonte vetëm fillon, domthonë grupi i parë i haxhive që të niset për në haxh. Do të kisha dëshirë që secilit haxhi veç e veç t'ia thoja këto fjalë. Edhe po të kisha mundësi me secilin të bashkëbisedoja e t'ia kujtoja edhe t'i thoja se veshja e ihramit dhe domethënë hekja e rrobave të kësaj bote e ka një simbolik të veçantë. Ajo është se imagjino bujar që sa jemi të përgatit për haxh. Dikush ndoshta tër jetën, dikush vite caktuara, ka bë plane caktuara që t'i lënë familjen në rregull, që t'ua siguroj ushqimin, t'ua siguroj vendbanimin, t'ua siguroj, domethënë pushimin ta merr apo e kështu me radhë. Për ta vesh ihramin për shkuën haxh. Dhe hekja e rrobave dhe veshja e ihramit megjithatë na simbolizon diçka se çore tash ke pas mundësi me i bë këto përgatitje. Po vjen një moment kur do ta vesh, do t'i deshim teshat e dunjas. Ama nuk do të kemi kohë të përgatitemi. Andaj njeriu duhet të përgatitën tër jetën. Largimi i rrobave të dunjas, megjithatë e ka një simbolik të madhe, me tregu se do të jetë një rrugtim kur kemi me bë për të Zoti e kemi me hjek rrobat të dunjas krejt. Edhe teshat të cilat i kemi, edhe domthonë dunjan, sepse rrobat e ke fundit e simbolizon dunjan dhe jetesën tonë. Kemi me largu, kemi me lan. Andaj a ja vlen që ta humbim Zotin, a ja vlen që ta humbim njëri tjetrin, a ja vlen që të bëhemi të këqij për një diçka që në fundit kemi me lan. Pastaj për simbolikave të mëdha të ihramit është se ne sot rrobat i hekim me dorën tonë. Por nesër dikush tjetër ka më na hek rrobat tona. Ne sot ihramin e veshim me durët tona. Por nesër dikush që finin ka më na vesh me duart e tij. Heka e rrobave të dunjas dhe veshja e një pelhure, domethënë të bardhë dhe nisja me të për tek Zoti na jep mesazhin më të fuqishëm se tek Zoti xhaleshanu nuk shkohet me dunjan të cilën e kemi grumbullu. As me pozitat të cilat i kemi, as me të arriturat të cilat i kemi, por tek Zoti shkohet ashtu që kemi ardhur në këtë botë, sepse kemi ardhur në këtë botë të zhveshur, andaj shkohet tek Zoti pa asgjë, përveç asaj e cila e simbolizon ihrami që është pastërtia dhe bardhësia e ihramit.